Lulzim Basha ka vijuar edhe nga Shëngjinja akuzat ndaj aleatëve Edi Rama dhe Ilir Meta se po kërcënojnë shqiptarët nga pamundësia për të përballur me dështimin e qeverisjes së tyre. Po s'kan se si të vinë para shqiptarëve. Çfarë do të thonë shqiptarëve? Që u premtuan 300.000 vende pune dhe tani që po mbushen 2 vjet, jo vetëm s'kemi hapur asnjë vend pune, po kemi shkaktuar papunësinë më të madhe në 20 vite. Çfarë do t'ju thonë shqiptarëve? Që u premtuam se do të ulnin çmimin e energjisë elektrike, po ju arritëm atë. Dhe ju kemë vënë fatura afrofe bikurrisë shqiptarëve që nuk kanë se me çfarë t'i paguajnë. E tani duam t'ju marrim edhe shtëpitë, nëse s'paguajnë faturat. Për Bashën kjo vjen si pasojë e faktit se Rama dhe Meta nuk mund të dalin para shqiptarëve sepse nuk kanë mbajtur asnjë premtim. Madje kanë çuar vendin drejt humnerës ekonomike. Paniku për humbjen e zgjedhjeve i ka bërë të thonë marzira, çmendurira. Po nuk votuat për kandidatin ton, nuk do keni ujë, ju thonë shqiptarëve. Shqiptarët po qeshin me këta shaklabana, siç u thoshte Gjergj Fishta. Prandaj është e rëndësishme të bashkohemi të gjithë. E t'i tregojmë me 21 qershor kush janë pronarët e vërtetë të Shqipërisë. Qytetarët shqiptar apo Edi Rama dhe Ilir Meta. Kryedemokrati Basha bashkëbisedoi me banorë të komunës së Shëngjinit, të cilët e njohën me situatën e rëndë ekonomike, papunësinë dhe varfërinë, që sipas tyre shkon deri në pamundësinë për të blerë ilaçet në spitale.